Përshëndetje mes të dashur të televizionit Dugagjini. Po takohemi sërish këtë diel në ky emër. Fillimisht falenderojmë Ujrgove që është gjithmonë pjesë e emisionit. E për mua emocion shumë i rrallë përballë meje edhe me intervistu vjerën time, Jehona Shaqiri. Emocion o trishtim, s'me di cëllën. Për mua emocion, nuk e di që shko me mujtë me menaxhu. Une kam derin që pjesë e kamerës është nusja jam. E shfrytëzoj rastin publikisht, me thonë që është nusja ma e bukur që ekziston. Mirë po masi e nisëm me urime, me përgëzime, e dashur shfrytëzoj rastin sot publikisht me tauru ditëlindjen e vjerit. Shumë urime, shumë urime, shumë urime për ty. Për besnikun shkon kjo. Edhe 100 omla. Edhe 100. Që ashtu na qëlloj sot me kon ditë festive. Na qëlloj, nave që urojmë jetë gjatë. Se di për ty, aja vlerë me pas jetë gjatë, ajo, për mu po. Kam vendosë mos me jetu me juve, kështë që. Shqyqëri ke pas ka qatë darsma. Mirë, ta ishë po pushojna pak, vendojna për 2026 me këto familjare që kena të shpisë. Të mbledhëm edhe pak, se na vynë. Jehona, e nësëm me shumë humor, po du me të pyet pak qëshje, qëka po bën kove të fundit, qësh po të eci jeta? Kjo pyetje që kohën e fundit po më pëlqen shumica, qa po thot jeta? Jeta, qa ka me thonë? Ashtu që shumë njojnë shumica e kolegve, miqve, natyre gjallë, që lëvizi shumë poshtë naltë. Po s'po du me këthy në dramë, s'po du me këthy në energji negative, të e pa kohën e fundit që na ka prek rasti i kolegut tonë që shfrytëzoj rastin radhë parë mi shpreh ngushëllime familjarëve të shpatit, kolegëve një humbje shumë e madhe. Edhe një mesazh shumë i mirë që ta shijojmë pak me senet mira, të kënaqemi me pak, se në momentin që pe hupim që ato det pak për na kap një farë trishtime, t'i lojmë gajlet me një anë. Atin me mujtë me shiu gjdo ditë si me kone fundit në kuptimin pozitiv, jo për me keq përdor. Jeta në përgjithësi është qysh ja bën paka shumë vetës. Nështë ta unë pse ta shkumrim me një stat pjekunisë dhe e shopin i kanë vështrimit pak ma ndryshe, pavarësisht që rrugtoj me gjeneratën e re, me brezin e re, tu të përshie dhe ty që të kam nuse. Po në përgjithësi është mirë. Ke pas raporte të ngushta me shpatin? Kemi pas raporte, jemi njoft, kemi pas edhe evente ku kemi performu bashk. Qka do të që të foli, tash i bjem pse veç a i ka shku me një, se unë thamë, është me një rrugtim tjetër, se për mu mendimi jam në shpirti është i pavdekshëm. Gjithë e dim që ka qenë i busqeshëm, i hareshëm, tash normal se cili ka me shfrytzu për intereset e veta, unë nuk po du me e tepru. E fundit ka qenë me ty bashkë që kemi bojë gjërimet e vitit 3 që kemi kalu ekstrem mirë, edhe jam falenderuse që të paktën takimi joni i fundit ka qenë shumë i bukur edhe shumë festiv, edhe dash zoti shpirti ti pas dritë ku do që ajo. Për herë të parë realisht me qeve që përmende, jam taku me shpatin në gjërimet e vitit 3, ku kisha kënaqësi edhe me intervistu një shpirt shumë i bardhë, edhe unë veç i shprej ngushëllimet e mija për shpatin, edhe kom pa shumë reagime së fund me prej kolegëve, e kom pa që të gjithi ka prej ky rast. Po normal se pa marrë parasysh në fund të ditës jemi njerëz krejt. Edhe pse sot ka ardhur një koku fatkeqësisht edhe artistat, edhe drejtimi juj që ka të bëjmë me gazetari, gjithë shka mendojmë që është vetëm lajm, po jo, mbi gjitha na jemi njerëz edhe jemi një popull shumë i butë, pavarësisht që kohën e fundit ndoshta pak këto rrjetet sociale na kanë bërë më të frustruar ose mënyra e të shprehunit është pak ma vulgare, po prap na si popull, si këmbë jemi i butë, jemi njerëzor dhe në asnjë moment nuk i gëzohemi fatkeqësisë të dikujt. E lënë moni artistit që fundit e dim krejt që çdo fest
Pa tjetër që është kanga e shpatit prezente, edhe ka me qenë gjithmonë. Ka me qenë gjithmonë. Jehona, po kalojmë të një pjesë tjetër tash, edhe po e zbuti pak e di që krejtëve nga ka prek. Unë po kam qef me që veç e ndojmë një shtëpi bashkë. Po kam qef me ditë që shë keni së karjerën. Karjera. është diçka që unë e kom diskutu shumë herët, karjera jam ka fillu shumë herët, dhe më tonë, qysh në vitet 93-ta, moti, ko që, po nuk e, adin, janë ato kujtimet që mbesin gjithmonë pjesë e memorjes tënde. Ka qenë e bukur, se kum ditë ndoshta edhe vetë çka jam të bo, e kum dasht muzikën, e kum dasht gitarën, gjithmonë kanë qenë ato vitet e arta të 90-tave. Ata që e kanë përjetu në Prishtinë më kuptojnë pak ma mire, gjenerata e kurrizit, si që ashtu ka qenë ajo periudha ku eventet jënë majt, edhe dalmet i kemi pasën kurriz, ka qenë me një formacion krejt femna, me një rock band, koncertet mira, të larmishme, të ndryshme, një për krejt për një, kjo ka qenë një start jam. S'po du me qenë pak ma stër përsëritun se e kom cek në disa intervista. E bukur, e kom njës nështa jo pa e mendu, unë edhe në përgjithsi krejt senet që i bëj, shkoj drejt të qëllimit, nuk i menoj rrugtimin, edhe gjithmonë del me një rezultat shumë të mirë. Nuk i marë parasysh e qysh ka me shku dejta, jo qysh, unë se ku mendu që sa punën ka me pas për me themelu një bende, për me u organizu e me ushtru, po thjesht sa një pare kemi gjithë emnin e grupës, edhe kemi menu qysh kena me mrite koncerti i parë. Do me thonë, tu i menu qëto pikat kyqe, na veç jemi rrit edhe kemi performu në vende shumë të mira. E nështë ta sikur te kësha menu që e qysh e gjejmë ritmin, këta, kjo më karakterizon edhe në ditë të sodit, për çfarë do lloj veprimtarie që unë e bëj, sot do një më falë sa Jehonës që jo se nuk i marë parasysh pasoja, se si jam pasoja, po sfidat, pa tjetër që rrugtimi e ka probleme gjatë rrugës. Po në gjithmonë e menoj atëfar stopin e fundit. Po të regon pak qysh ka qenë koncerti jo t'i parë, qëfar emocione ke pas? A bëm vishtë të nalim, qëta mës nga pengojnë. Në rejku. Të regon pak qysh ka qenë aj emocioni që ke dojnë s'kem për hirë të parë? Është interesant kjo që ka me cek koncerti i parë, prezentimi jem i parë, u konë në bregun e djelit në katin e dytë në banesën ku unë ju më rritë. Po, te prente mi, dhe me thonë, unë edhe vlau e patëm organizu për festën e Bajramit, 48 orë një party me shokët tanë që shumica e në konë muzikanta. I kemi vendosë instrumentet edhe kemi majtë live 48 orë. Edhe për herë të parë, unë me rock bandin tem, prezentimin tonë të parë, e kena bo që atë. Po prapu konë shumë emocion, edhe përgjithsi se në gjatë performansës, unë e publik i këm pas gitaristat më të mirë, bateristat më të mirë, ritëm gitaristat më të mirë, edhe solistat më të mirë, që në atë kohë i kanë majtë koncertet më të mira në Kosovë, po kryesisht jënë majtë në Prishtinë. Edhe u konë e bukur për mu, se u konë në venin ku unë jëmë rritë, ku unë jëmë ndërtu, ku unë kom frymu, i hekëm mobiljet, printe mi morën një rrugë dikon, se gjithmonë ata vazhdojnë hala me qenë avanturista, po krejt ata që kanë marë pjesë në atë parte, s'po di shumë e qujtash, nuk e harojnë asë njerë. Mu më vjen keq që nuk kemi pas me dokumentu në atë kohë. A keni ndo një video gjirim? Kam, ka thonë, nuk e dija, babuka, dikush ka të koncertit fundit që e kena majtë, nuk e dija 94-tën, 95-tën është majtë në pej një Woodstock. Jemi njësë prej Prishtinës me tren, prej Fushë Kosovës. Kemi shku se disa rock bende e mi konë, ka qenë do këtë anestezioni,
Troja, Purgatori, unë na terrori, edhe mendoj se ka pas një kaset ku është marë zoni, kur gjë tjetër ka merë, jo, nuk ka pas. Nuk ka. Vjen keq. Janë, dhe me thonë, gazeta që kanë shkru, kemi pas postera, po atëheri kemi pas gazetat ma tepër, lajmet. Po prapë unë jam shumë mirë njohëse për atë periudhë. Interesant. Interesant, edhe krejt qysh keni qenë të organizum ka shmirë në atë ko. Të regon pak, a ke pas në njerë, e dim që je shumë e fort, e dim që nuk i merë edhe shumë ofër zemrës gjërat, pa ke pas në njëherë në një emocion, në një presion për dikujt, ose diçka që të ka shty më ustej prej muzikës? Presion nuk mëj me thonë, mirë po kom periuda ku ne isha të kalu me Besnikon, edhe pësa e kësh vetë rock bandin, edhe ishin ato fazat e bukrat gjelozis. U konë i vetëmi moment ku a im ka thonë, ose mu, ose koncertin. Edhe unë isha para një zgjedhje me hup këto, që është me hup, se kësha ndjenja, me lon koncertin, që me lon koncertin, shtu që unë shkova në koncert, edhe u bashku në koncert dytë bashkë. A erdë në koncert, a? Po, erdë në koncert, erdë. Kjo është një mesazh për këtë femnat, se sështë që jam feministe, po edhe për djemë, se jo, andrat e juja do një mindjek, pa tjetër, a njeri që dënë, ka me bo pak zhurën, po apet ka me të ardhë mbra, pa se s'ka ku shkën. është edhe mshme me nalë rrugtimin tënë për... Si ka qenë për ty, a i koncert, a shkove kështu me stres? Jo. Jo, a? Jo. Nuk panike, a? Jo, se ishtë diçka që une, nuk është që nuk manike, po t'jeshe disha që është një kaprishë për ti, nuk ishtë diçka shumë serioze. Edhe kisha prioritet ëndrën te me ndjekë, se ishtë diçka shumë e madhe. Se na, që aty u bëjshim bashkë, që aty u ndajshim. Që aty u bëjshim bashkë, që aty u ndajshim. Jo që nuk e kisha transition prezencën e ti, po thjesht nuk ish një arsye bazike për unë me anullu koncertin, se mu sot mu ka tek, ti s'ki me shku në koncert. Po. Jo, unë ka me shku në koncert. E qka i pengoj ke koncerti, bra? Po, është normale, o driti, për shave vetë, djeli ka njerë kur po të bë. Mos shko në emision. Mos shko në emision me mamin kur qyshe. Jo, jëm konë tips që nuk jëm nalë për kur gjo. Ka pas periudhë ku edhe në shkollë të mesme, jëm konë aj personi që i këm pas dy ekstreme. Po më prapë këm vazhdu me temën. E falenderoj Zotit që vi prej një familjes që vjen prej një fryme të shnosh, edhe deshte, unë prapë, dhe më thonë, jëm hina të rrugën e drejtë të ne, po nuk jëm konë edhe shumë personalitet, jo. Në shkollën e mesme jëm konë flak. E vjo brehësh. Flak jëm konë. Nuk e di kështë ka thonë që duk është personalitet? Dok na shumë e letë, se kom durim, edhe arsuetoj shumë. Po në bazë, e di që nuk jëm edhe bashkë e letë. Jëm edhe komplikume. Për ty së është problem, kemë se është pak bajgajt. e fështirë, në të drejtën. Hiq, kjo është e fështirë jo, po me thonë që pak protektive kundrejt personalitetit tem. Këto ata kësha sugjeru jo ty, po çdo individit, se në momentin që ti e ki një lloj mbrojtje për ty, ti automatikisht e ndërton një lloj, pala tjetër ka një lloj respekti për ty. Se mu shpesh herë mdimën femna që kanë potencial, kanë profesione shumë të mira, po natyra të në vështë pak si jo e letë, po nuk po di që me e shprej me fjallë, se s'po du me lëndu se një term jo në formën e duon, mund të me marrë kajet gabushme, edhe e marrin si për të mirë qenë. Edhe automatikisht e hupat respektin kundrejt vetës. Nuk po thome qenë serioze se unë se bëj me tendencë, ajo është naturale. Unë jam tip shumë i letë. Shkojmë, rrim, hajm, pim. Nuk jam tip i komplikum. E din edhe rrethi jam. Po tash ajo që dokna serioze është nështa dhurat që me ka dhonë Zoti, është naturale. Ajo ju s'u nevoj me... S'ki nevoj me aktru, a?
Hello! Tregon pak në fillimet e tua, familja jote si ka pasur qëndrimet drejt profesionit që veç e ke Allaj, në është një moment ku më kujtot jë më konë kishë zonë gjumin salon. Mami u bëjke herët me shkum punë me babin, për me pijat kafen turke, për me mrim punë. Unë e 14 vjetë i kisha bo flokët me blanj, se kisha prezentimin. Edhe veç ka ardhë mami edhe ma ka bo, që ju ke bo flokëve? Ta shojo Periko. E këm kry koncertin, si sot më kujtohet, e këm bleni në gjyrë të zezë, as vetë se desha që shblet në gjyrë a zezë, edhe i këm dy flokët. Po t'i kalzoj fillimet e mija të para. Shkjo konë, momenti i parë. Momenti i dytë, edhe një kujtim e kom me prind, kur erdhe në koncert në Casablanca, u kom për mi newbornin. Në diskotek, ku i ma ishim koncertet. Të është au konë edhe e fundit. Edhe i thash mamit edhe babit, thash, kisha pas shef më ardhë më mba. Thash, babe, kam vish një lutje, thash, a ka mundësi vesh kravat, mos vëna, që s'de që shmi thonë, është shumë egrë, shut ka kanë mu gjua të, se na bëshim rock edhe death. Edhe tha, okej, edhe unë iva shumë mirë që të dy prind kënë prezent. Normal, ata nejtën 15 minuta dhe hekën, si ishë shumë e shtirë me përbalu atë koncert. Kër e majnë mend, si sot, këngëtarja e grupës ka qenë Vjosa Shala Loca, ka pas edhe ajo një emision që ka bo revolucion. Ka thuj tabu me kush është ma i forti. Ajo e ka këty zhargonin e të folmës dialektit, kosovar që me emisionin e vetë, Loca, zemrën është në Londër e për shëndetin. Edhe ajo dull dathën s'ken, edhe na dullëm krejt dath. Edhe dilshin, u gjujshin, që shukon roki për para, detin, jena mundu pak ma det me bo. E bukur shumë. E bukur shumë. Është interesant se unë e kum nis në skenat të mdhaja, edhe tash e kum këthy në evente ku tash e din edhe vetë në për langje, në për klabe, është pak ma ndryshe. A e kështë ndryshu ndë njëherë e curin të ndët karierës? Jo, unë jam tip që nuk pendona, edhe nuk du me pasë ndryshime. Kisha bo do... Po, nuk e kisha ndryshu, pa e kisha shtu edhe terrorin. E kisha me pasë mundësi, e di që shumë e pa mundën me ndodha i sen, po mungan loja kolektive, mungan. Pse mungan loja kolektive? Unë sot jam një artiste këngëtare që punoj në grup. është shumë e vështirë sot me punu në grup, se krejt jetojnë për eksistencë, më ston për mbjetes. Edhe te në momentin që më rinë me një stad ku publiki ndryshëm të vendeve të ndryshme, ka nevoj për prezencën tonë, ata për shembull japin data të ndryshme. Dikur, s'po foli tash si prind e mi që të ishin në kohën tonë, po është e vërtet që në se cilin brez, senet ju në kohën pak ma atleta dhe ma kolektive. Na nuk kemi pas nevoj për me bo, për shembull, njona, na jemi kohën 5 qika të Prishtinës, që tëtë 5 këna funksionu ekstrem mirë. Sot është shumë problem, se jo unë, po krejt kolegët e mi na kemë problem. Pse thu që është problem? Po është problem se tëna, për shembull, mungon sinti, mungon klarineti, qotja jep një datë, një dasmorit në thojza, jënë do sene që me terrorin nuk në kanë ndodhë, as kishin me ndodhë kure për jetë. Grupacioni u konë shumë ishnosh, loja kolektive, puna kolektive u konë shumë ishnetshme. Dhe me thonë, na kemi qenë besnik kundrejt punës që ti e ke marë. Nëse ti me këtë ekipazhën tone e keni emisionin fundjavë, nuk ka me pas shansa që ky me shku të një medium tjetër, ose me marë pjesë dikun tjetër dhe me të lonë ty keq, të ti mundet me dështu artiste, po jo kolegu, e të nanë muzikë për fatë keq ndodhin, jo veshton, po të shumica ndodhin. Po, ndodhin. Tregom, me qëve që përmende këtu, tregom, a ka pas ndë një incident në koncerte që kujton? Qoftë ndë një qesharag? Incident, unë nuk është fort që kam incidente, po ndodhin, alkoholi e bënd vetën, ka pas raste me një klub
që njeni ish pak idehon, por shumë i mirë, shumë pozitiv. Edhe unë isha të performu, edhe me çdo kusht do i ke me konë afer këngëtarës, po unë e kisha binën, edhe tash ishin 2 të sigurimet, edhe unë ja bëj me sinjal që leje, se nuk është të pengu. A i thjesht ish me një grup të vetën, shok-shoqe, tash që të ndodhe një incident, ma ndeje nxjerën ato pak si me të keq, është normale, këto se në ndodhin, ka raste ku edhe në dashma, ndodh i drejtohet menaxheri, është ideali i qytetit që qysh mu po më drejtohesh, ka përcen pak situata, po unë e marrë shumë letë, edhe kom një të keqe që shkoj drejt e në problem. Nuk ike. Je drejt për drejt. Jo, shkoj, se bëje sapshe të korset edhe ty që aty diçka. E kom natyrale me zgjidh probleme, po nuk fatmirësisht, faleminderit Zotit, nuk ka ndodhë diçka e madhe që... Prej këtyre koncerteve që i përmendëm, ke kalu artiste në Darsma. Ka ko? Po, e di. Qysh e more vendimin me vazhdu në Darsma? Oj, zemër, nuk e mora vendimin, në më bënën ftesë. E gjeta këtë mësin e juaj. Jo, zemër, nuk është që unë e deshta. është shumë interesant. Gjithë shka që sot ku unë jam me Jehona Bendin, ka shumë formë spontane. Unë edhe kërë e kom nis me Jehona Bendin, unë nuk kom dasht me dalë me bo muzikë. Unë jëmë konë të donë me një shoqatë artistike, orë për gitarë dhe për piano. Edhe starti unë nuk konë shumë interesant. Ka ardhë një X person që bëjke hapjen solemne të hotelit, edhe tha të kompa me një emision, konë në atë emision, që e përshëndet shumë të madhin Avni Shailin, tekst shkruesin që e kam edhe shok. A i më detyroj me çdo kusht që unë ma sa vjetëve me qenë pjesë e emisionit ti. Po tha ti ki me knu, thash o s'knoj kure për jetë. A i ka ditë që unë gjithmonë kom pas potencial për me knu, po s'kom knu. Jo ti ki me knu. Tash a i X persone më ka pa në emision, ta ka mundësi ta të lutë në ta më ardë, më bo hapjen solemne të hotelit. Mu diqush pak merë si i du këto sfidat ku e provoj vetën sa e baj. Intervali ko orë 2 javë. Ti imagjino tash për 2 javë më bo hapjën solemnet një hotelet. Edhe me Besnikun i kina marë perkusionet, e kemi thirë një kojshi, Ilir Abdurahimin që edhe sot është muzikant, është burin i këngëtarës Sarandës, shumë të mirë është Saranda, këngëtare e mirë. Këmë thonë, Ilir, ti me harmonik, Besnik me perkusionen, me gitare, edhe qka tha për 2 javë, thash për 2 javë. Unë e majnë menë si sot dhe këmë pasat pultin që e mbanë tekstet, që ka shtrashe këmë pas, dhe me thonë si drejtën romake me tekste. Drejtën romake. Qa shukon e mirë. Mas asaj, nuk e ki idin se sa ftesa mu veqën beke. Po në adin, për shambull në për eventet ndryshme, edhe Darsmat kanë arë në qëtë formë. Unë kur njetë nuk më bonë në marketing për Darsma, mu më vjen keqë sot dhe thomë publikisht, nuk më ka pëlqy me performu në Darsma. Së më ka pëlqy, nështë ta nuk mëj me thonë kompleksi, po mënyra që shumë një më rritë me muzikë, ka qenë tjetër. Unë akordet i këmësu me zbërthimet e Led Zeppelin, Baby I'm Gonna Leave You, edhe ti me vite i rritë me një vesh tjetër, edhe, por kanë thonë, që ka të kesh ki me vesh? Unë e vete këmë kesh. Po, e pranoj, kështu publikisht, e pranoj. Po, më me thonë që tash njëna mirë në Darsma, se Darsmat janë 80% shumë të leta. Të 2 familjet kanë ardhë me festu, është gjithë shka e organizume, ti kimi adhonë edhe ne 20%. Në me thonë, okej, që shi jam bitorte. Ajo që përdu me vequ është qëto eventet që bëhen me publik gjallë, se këto jam pak ma problematike, që aty mundët se cili artist pak me pa vetën. Unë nuk i kategorizoj këngëtartë e Darsmave me këngëtartë e qëfar do loj lokali, qofte dhe maj thjeshti, prej 50 dhe 5.000, që aty se cili artist mundët me pa vetën se sa është i mirë. Sa është artist? Po, në Darsëm, ti mund është mi pas 50 Darsma, se normal këtë depërtu,
normal, falë zanit edhe punës, pa dyshem nuk mujna me e hupna ata. Po, darsma është shumë e letë, vjen familja e nusës, familja e burrit, shoqënia, ata vesh presin, dum, edhe krejt janë gati. A për shembull, me një lokal, dhe me thonë, te e ki përgjithsin se cilin në formën e vete, për me mujt, me bo, me këthy, me një event festiv, për shumë e vështirë. Në përmbramje të ndryshme, që jetu kalu? Shumë kaloj mirë, shumë interesant. Dhe me thonë, e kam një adrenalin pa përshkrushme, që se kam darsma. Ku po ka ndonë më shumë, kove të fundit? O dritë, gjithkon, për fat keq Kosova pak nuk e di çka është në pyetje me juve që apo ndodh kohën e fundit, edhe me neve, se edhe unë i përkas, po nuk është ajo që u konë dikur para qeverisjes. Jo, nuk po du më përfshim politik, po... Jena në dy partit ndryshme. Jo, nuk ka të bëj, unë individualisht kam një simpati dhe pëlqem për Albin Kurtin, nëse hen të Kurizi, aty jam unë, Nita, Loca, Albini, që flasin për Kurizin. Edhe me ajo gjenerata e njëjtë deri dikon. Jo bashkë e njëjtë, po paka shumë njife me dikur. Po nuk do me thonë nëse ona është e mirë antarë të grupës i ka të mirë. Ta shumë po flasë për evente, nuk janë që shënë konë. I ka damtu muzikantat shumë. I ka damtu ekstrem shumë. Pse po thu që i ka damtu? Po pse i ka damtu se? Për para, dikur, eventet jënë konë, edhe lokalet jënë konë, dhe me thonë, ta mund që shemi në Afrimë Balkane. Pa limit, ta shkam problem, se kanë denimet të mdhaja. Nuk lejohet më majtë gjithë konë muzikë, këtë është në regull, për kuptoj, që edhe aty ka një loj regulore, po jo në mënyrë drastike me i damtu artistat. Në mënyrë drastike i kanë damtu artistat. Se nuk është na jemi të jetu prej shtetit edhe jënë të nadon mundësi neve me performu në për festivalet të ndryshme. Adin me thonë, s'keni jo nevoj mu ankuse, e keni PEN, e keni festivalin e Qakovës, e keni festivalin e Prishtinës, adin në mbjetojmë prej live-it. Edhe që ata ta kalonë në fët. Kush? Artja e re e qeverisë. Unë, personalisht, nuk kam absolut problem me asnjenin politikan. Ta thëmë të drejten, se arë ka arë në pytje vota jam, unë ja ku më dhonoj partiz zhelbërdve, ja ku më dhonoj diçka që s'ka të bëj, se kom meq shumë të mirë, edhe në Partinë Demokratike, edhe në Aleancë, edhe në vetëvendosje, edhe në LDK, edhe ka kohë që unë tatimet e mia, takset e mia në biznes, i paguj në Maqedoni, jo në Prishtinë. Po vi votoj në Prishtinë, atë s'kam drejt më folë, se nuk e njof mirë. Po më vesh foli, qka shok kur vi. Po, sa i përket kësaj pjesë, qka është një mesazh që kështë desht me që në vendin e duhur? Në vendin e duhur, leni vlla pak ma të lirë me të funksionoj njerëz, se është edhemshme sa nesëm me që kryt pak me jetu në si cilin profesion. Nuk kem në një shtetë bazë që na jep në subvencion neve artistave, qoftë të pikturë të artit dramatik, qoftë të artit. Unë po flasë vesh për drejtimin tem, nuk po flasë për gazetarim, për juve. Liroje pak, na e dim që perfekte nuk ka. Po jo, sa ke njës me që kryt, për jak putë edhe rojen. Na e dim që jënë ato therat e, okej, mund është pak me i menagju, po jo me stopu. Vinë kolekte mi, thojnë, na lypim fatura, thot, lëshëma, fakturën për marrë me knuse, unë e marrë denimin 2005, krejt është në regull, pajtona se do të mi pagu edhe taksat edhe krejt. Po kemi jetu, bre, kemi jetu, kemi punu, kemi majtë familje. Ata nuk e bojnë e sapë që ka artista që një baterist e marrë një familje, ose një këngëtari live-it e marrë një familje. Është edhemshme. Nëse unë kam një biznes privat edhe që ndroj nështë ta pak ma mirë materialisht, më i me mbyllë gojen edhe me majtë
diplomacin, super, është shumë mirë, jo, nuk është mirë. Jo, absolut nuk është mirë. Jo. Jehona, deri tash të ndëgju, je pak karakter për Big Brother? Ma se me të një ata Big Brother Sigur të më shkruajnë. Ma djelim ka thonë në rolin e opinionistës, jo të lojtarës. Edhe ka drejtë, se unë lojën e kumë bo dikur, kur kumë lujtë tenis. Garat e mija në rolin e lojtarës, kanë marë pjesë, kur unë kumë marë pjesë si tenisere. Edhe e kumë kalzu vetën ku Xhamir me venet para, shumë mote. Edhe për mu është një show interesant, nëse më tu atë kamet bang, nështë ta pak po, nuk të rej, po për me hy mrenda, nuk jam për lojtare. Pse? Arsyeja pse, unë mendoj që për me qenë pjesë e Big Brother, dësh me qenë shumë popullor. A e këshyrë Big Brother? Unë mendoj. Jo, i shoh reelsat kur më dalin, edhe i shoh veç që këto personazhet që janë pak ma të çuditshme. Edhe këtu e sheh që ti për me kon pjesë e Big Brother, dhe me thonë nuk dush me pas një nivel për me marrë venin e parë. Po dush me kon ndryshe i çuditshëm. Unë nuk jam e çuditshme. Je e drejt për drejt. Jam shumë e drejt për drejt. Mandej, nuk e di, nuk më i me thonë kur jo, se nështë edhe më bëhet menja në herë. Për me sfidu vetën. Po që djeli ka pas të drejt, në këtë rast, sa i përket rolit të opinionistës. Mendoj që opinione më drejt për drejt, asë ti s'kish mujt me jetë në i kush. Pse s'po e mendon? Po, qëre, pse ata kanë dëshira të në vërshon me qenë në rolin e lojtarës. Arsyeja pse unë s'me me qenë lojtarës, se ti në momentin që munësh me boni analizë mrena lojës, edhe jam shumë drejt për drejt, automatikisht përjashtohesh për lojtarës. Jo se po du në këtë rast me dhonë poena për vetën tem. Është stadi pjekuniste, une. Edhe mu nuk më bëm për shtypja, as veni parë, as ato lekt që mirëm për venin e parë. Atër cilë është arsyeja që ti kime hinë në Big Brother. Plus e kam një natyrë që empatine kam këgjat madhe, pëse dokna shumë personiron. Jam këgja përfshina. E di që dy veta, unë jam qësi personi që me konë unë e ti në loj, me të pa ty që jetu edhe në shpirtin për loj, unë vetë me dy durët e mija ka me të suportu, edhe ka me thonë, ka mundësi mija do në venin e parë, dilni krejt lene. Dënë me lujtë. Edhe e boj, edhe e boj. Po të e banë. Ma mirë është me pa prej në distancë. Jehona, po e lujmë edhe Big Brother anash, të regam për fund pak cilat janë projektet e radhës, qka presim për Jehonës? Projektet e radhës, me vones, po fokusi jem në sektorin privat të biznesit, e ka bo që më pak me u shkput prej, jo prej eventeve, se s'moj pa ato i kam jetë, s'kena është jetë për mu, po prej baladave, nuk po du me full që një producent temi në kom tirë sot 1-3 herë, se është një këngë që shumë jëmë të edashë, që kom realizu një balad shumë e bukur, shumë e bukur. Po kam dëshirë në 10 orë më nëzirë, dash zote, edhe një bashkëpunim me një kolegë tonin që dojmë krejtna, edhe ato kam shumë dëshirë me mujtë me realizu në 10 orë, po ta shteshojmë se sa kena me pas mundësi. Apo zbulojmë e amër? Jo, pelojna emisionin tjetër, me bo ma interesant se këta e kena pas pak ma serios, e tjetërin kena me bo pak ma të omëj. Po, edhe e kom bo një marveshje, edhe me besnikun, në momentin që kena me i finalizu, dhe me thonë pikat tona në fabrik, edhe unë i kom thonë, qatë sa kam frymë, unë e kam u marrë veç me muzikë. Se sa do që jam e mirë në fushën e biznesit, unë e kam artin mrena, në shpirt, kështu që do të me bua ata që e ki mrena. Edhe normal që ki me pas reflektem. Se tjesht, ma e rëndësishme është
te me pas jetën e shnetshme. Se një punë që ta zem frymën, edhe pse je e mirë, po këthena te autorët e mdhej që është si Robin Sharma, që është mentori brendeve më të mdhaja botnore. Po thotë në fund, nëse ta zem frymën, lene. Kështu që ma mirë bëne që ato që të ushqen me jetë. Johona, unë të pras me projekte të reja dhe të pras që të me mujtë me i realizu këtë projekte që i ke mendu për 10 orë. Vlenë të cekët edhe për publikun që unë nuk jam nusja jote. Deshtë me lonë dërin funda. E di që dek me pas nuse. Ma se më nëshë më mbo problem. Arsyeja që unë e thiri nusën, arsyeja pësë unë e thiri nuse në njëzën, është se gjdo nënë, për djallin e vetë, gjithmonë pëlqen diçka që është e vetja. E kështu që unë ty të kumpa, përveç që je shumë e bukur, je shumë karizmatike, je ajo rebelja që se djeja pranon vetës, i bjen direkt se ki gajle me ka një për balë, edhe unë kumpa do elementet mija të te, edhe që kjo ku një ndër arsye që këmë thonë, hajde këto se ti e nusja jam. Kështu që për juve që jeni të në panë i vjehër, mos bëni gara me mu se nuk është e jemja, po e kena në gjuhën artistikë është nusja jem. Edhe jemi shoqe shumë mira, edhe kjo është arsyeja pse kemi nisë me humor. Për mu ishte kënaqësi dhe nder me të pas sot për ballë, edhe me realizu këtë intervistë bashkë, ka kohë që të kom prit, edhe ka kohë që kom desh me të pas për ballë meje, për shkak që qysh edhe e the edhe vetë, edhe unë e kom gjetë diçka të ti që e kom të vetja. Kështu që unë falenderoj shumë për kohën që e ke gjetë, se më duket sonte edhe ki me knu. E po të nësha me bo, që të e kena në jetën. Po për shësni edhe avlen. Falemderit të dritë. Falemderit shumë edhe njerë. E vlerësoj shumë ftesën tonë. Suksese të panalshme për ty, edhe për stafin që të rinë brapa. Falemderit shumë. Kratësi për Dugagjinin, gjithmonë këto jena. Nuk ju thojnë ajo. E di ti e mikja Dugagjinit. E promis të dashur, ka që keshim edhe për sonte në kjo amër, po besoj që u knaqëm bashkë me mua edhe Jehonen. Storje tjera na... Sereja jeme, ka me të pasi bije në teme, ka ditë zoti ku me të fru. Jehona shumë pas ka uru. Për fund, si gjithmonë falenderojmë Ujë Rrugove që është pjesë e emisionit, nga ona Njeza, natën e mirë.